Atëherë faleminderit juve që keni gjetë kohë sot më ardhë. Organizatorët e Randut ka ftuar një konferencë për shtyp. Sa për një të juve, ne sot që kemi thirrë këtë konferencë, ka të bëjë me protestën e radhës e cila do të mbahet në Zarë të Kroacisë, liri për shqiptarët. Ne e dim që jemi në proces të fund procesit, në Hagë, ku shpresojmë që me 20 korrik do të jetë në favorizim i joni apo do të jetë në favorin tonë gjithë ajo punë që është bo nga mbrojtja dhe nga ne. Unë sot jam bashkë me ju të ju njoftoj që ne do të mbajmë një protestë ditë e dile në ora 6 mbrëmje me 5 korrik të organizuar nga shqiptarët në Kroaci dhe nga kroatët. Protesta ka bërë përsipër Esat Çallaku, Nikol Prek, Palaj dhe Sami Gashi. Ne si shoqata dalën nga lufta apo si organizatorët e Randutës, ne jemi mbështetje tyne, që do t'i mbështesim në çdo formë që mujmë, dhe do t'i bëjmë thirrje gjithë qytetarëve që jetojnë, punojnë me projnë në shtetin kroat, po edhe mbregatës, të cilët edhe në përpushimin për Kroaci apo kudo që t'janë, që me datën 5 korrik, ditë e dile në ora 18 në Zarë të Kroacisë të bashkangjiten protestës liri për shtjerimtarët. Protesta do të bëhet në parkun sakt Park Thirrët në Zarë, ku unë shpresoj se ato që do të marrin pjesë edhe arbresht, që janë 2 lagje arbreshe që me vite që jetojnë ato në Zarë, ku është edhe kërkesë e tyre që kanë kërkuar ata ta mbajnë një protestë për shtjerimtarët tonë. Njoftimi o kë, edhe ne faleminderit juve që keni gjetë kohë më ardhë, gjithmonë mbështetjet tonë, që vetëm mbështetje dhe mbërkohje që jeni gjithmonë një respekt shumë i madh është për juve, që jeni më kështu që kush ka mundësi dhe për mediave me ardhë në Zarë, me në bashkangjit. Ditën e dile është mirë me po atje shqiptarët e cilë që unë shpresoj dhe duhet besoj që do të ketë shumë qytetarë shqiptarë edhe kratë, po edhe veteran kratë, edhe shqiptarë që ka një du për shtetin kratë, do të bashkangjit në protestën tonë të radhës, e cila është protestë paqësore, që ne do të dërgojmë një mesazh i fundit besoj do të jetë që shpresojmë që shumë shpejt mbrana këtyre 3 javëve sa na kanë mbetë, që i gjithë populli shqiptar, që unë kam dëshirë dhe ju, po dhe gjithë kombëtarët shqiptar të gëzohen lirimi i tyre me 20 korrik. Unë Edi Ramën se kam dëgjuar që ka thonë mercenar, një listë kam po, do të jemi sinqert, në për portale ndryshme, që ka publike Talan Balla nëse s'ka bëjt, tani në kohë Edi Rama. Mercenar shqiptar s'ka pas, një nga 3 sobo, Taher Sinonaj është nga Kuksi, Taher Sinoni është nga Tropoja, të pojmë dallimin. Janë 2 Tahira, besëm të lutëm, se nëse ki fjallën të Taher Sinoni s'ka marrë lek, as s'ka marrë pare, është dëshmori kombit, është qytetari 3 luftra, unë kam folë me Vllatina me Skënderi, e kem sqaru, është atë dokumenti që ekziston, Taher Sinonaj është i Kuksit. Taher Sinoni, nëse të pojmë dallimin të mbjemni, ato është nga Trua, Talan Balla, ju që du të mbrojnë, pa ti tash i ka met në dorë, aja ju ka thysë që thujmë ne, edhe i ka met patatja apo kumpire, po vëllas, gjohën dojnë i ka met në dorë, është diçka tjetër. Taher Sinoni s'ka qenë dëshmori pagun me pare, është dëshmori komit, është dëshmori 3 lufta, respekt për kulin, për punën dhe veprën e tina, edhe familjen tina, kështu që ta bëjmë që të sarim, se unë e di krejt kusht, të falenderoj që më unë mi ki mirë me ta, falenderoj të në 2, e kom saru në media, pse se ki përcijet nuk e di, e ki përcijet, televizionet shqiptare kom saru, edhe kam dalje, kam thonë, edhe një kërkim falje, ta janë të balës, nuk bëhet gazepi, se njerëzit faljen, edhe di duhet me kërku falje, kështu që prapë po të thëmë, unë s'jam mi ki mirë t'ju në hiq, takime kam, se më hajso kam takime me gjithë kon. Unë të në kam bu thirë edhe në fushat Kosovës më të përdojë, fajmë unë që kësë, edhe s'tim. Kur? Gjithë. Publikisht ta? Po. Kur? Gjithë. Po të thëmë sinqerisht. Edhe dyta, po të kesh leq për vlerat luftës, unë kisha bo pa ti. Kesh leq për vlerat luftës, unë kisha bo pa ti. Qa? Për flamurin që kësë, se përdojnë në semin që kësë. S'kanë të dhe me përdojnë semin që kësë, as fushat politike, as protest, e kam përdojnë, po në thashu, unë nuk mos takime kryetar, jo kryetar gjallë të partive të ndryshme që ju më thonë. Jo me privat zyrtar, që privat takim. Takimi se mojë privat, takim me privat në përbife, jo në përzyre. Se më këvo jo edhe me ty më kënë debatën, po ti pa arran, jo ku rrugës orë me kërë, ku më thonë që jam ujë së përdore. Jo, në falë.
e partit politike Jo, ju ke bërë kërkesë që mos e përdor. Ku bë kërkesë mos më përdor edhe me shkrim e kom. Ata dokumente ku duhet të hapi, që kom bë kërkesë. Ju lutem mos e përdorni flamurin e sistemin e gjykatës në për fushata politike. UÇK është një partie. UÇK është gjithë kombit shqiptar. Unë. UÇK është jo. Pse s'kan drejt. Po të kish ligj. Ja, se ti unë si shqiptar ata, pasi më duhet të jetë atë tjetër kom. Ja unë jam tjetër kom jam më. Se pas na ditu unë këtë. Shumë faleminderit juve. Se pas na ditu unë si shqiptar ata. Vetëm lutem, mos jam kohë tjetër, unë kam dhënë për protestë, flamurin ushiçim do të thotë po të kish ligj për vlerat luftës, se na pikën 8 e kena ligjin, e kena sistemin e flamurin në ligj, që kena bërë kërkesë në qeveri, e ti në Albini, e ti në tona qeveri. 8 herë ka dojë ligji, 8 herë na kanë refuzuar. Për shkak pikës tonë me hek, na s'kena pranuar me hek. Po si do të kish ligj për vlerat luftës, edhe partia politike ju isha bë pa di në për gjykata që s'kan det me përdor. Flamuri kombëtar ka det se cilë me përdor. Kupton logjikën. Unë kupton. Ti ke pas thirrje shtetërorëve mos e përdorni flamur. Në ndërkohë janë shumë politikanë, Edi Rama, ata janë tolla, krejt politikanë, e kanë përdorur gjithashtu flamurin, kanë folur në të çk, kanë folur në Gjujin. Ju kanë në mëndema? Jo, më rrugë bravu. Jo. Do ti balla ka video ku ty të Tiranë, ose të bën thirrje ty, ato se ti je në shërbimin e tina, që më dalin me sharu deklaratat e tina. S'është vërtet? Po, më vjen shumë keq. Jo. Ai thot det sharuat të organizohet ato. Jo, pse me leju një parti politike e cila është në probleme të mëdha, politikën. Po shumë të sobra mu probleme të ty në shtëpi. Përdor overlën e UÇK-s. Vullnet. Unë sem qytetar i Shqipërisë. S'kam pasos Shqipërisë, unë s'kam drejt me shku me protestu në Shqipëri. Pik. Unë, si ngocati, as ti si vullnet s'kite drejt me shku me protestu në Shqipëri, vetëm nëse rrezikohet Shqipëria pi lufte. Rrezikon një shtet. Pavarësisht cili shtet, kite drejt tjetër me shku me dal krah Shqipërisë. Për me ndru sistemin në Shqipëri, qeveri me ndru, ti me shku dhuna, kur ti s'pagun taksa pagus. A jetë taksa pagus i Shqipërisë? A jetë taksa pagus i Shqipërisë? Kthe ma përgjigjen. A jetë taksa pagus? Ti. Po ai e. Jo. To nga tjetër s'ka ti me shku Shqipëri me protestu. Ke i lidhë se si e qytetari i Shqipërisë. Lutem, s'është realiteti. Nëse shteti shqiptar, çush na kanë ndihmuar mos i rupi Serbia. Si falenderoj pitokën që edhe për kulna, për gjithë ata dëshmorë dhe gjithë Shqipërinë që na kanë ndihmuar edhe me refugjat me luftë, na kemi obligim me shku sot me ndihmu shteti shqiptar mos e bozot, nëse e sulmon një shtet. Edhe 30 sekonda janë shumë vonuna për me mbrin Tiranë. 30 sekonda janë shumë. A me shku me protestu në Shqipëri, unë si nguzoti kur jetën time. Përdesa unë jam qytetari i Shqipërisë, s'ka kujt taksa në Shqipëri. Vetëm Shqipënia në privatit çfarë doket? Qysh? Ja Shqipni ishut. Po, bre. Jo, mas pari, drejtën Goxha s'është antar i organizatës së veteranëve të luftës. Lutem, jo, na flasim me të organizatës së veteranëve të luftës. Lutem, tash, na mund na vjen kohë ka dush. Drejtën Goxha nuk është antar i organizatës së veteranëve të luftës, është si ndot të pik. A është shtor? S'është. Ju çeka? S'është. E mohon? O ti zoti. Unë kur thom te unë s'është antar i organizatës së veteranëve të luftës, përdesë s'ma bën dokument, certifikatën, edhe se mush aplikacionin, se vjen formularin. Me qenë, unë për vetë se konsideroj. Jo ato, po bëjmë nësë është. Jo, si ku më fryure. Mas pari, kesh kujdes, ti vënet, kesh kujdes, se këtu s'ku marrën ty prokurorë, unë si ku fry listat. Jo, adir, unë jem kërëtar 2016 në tetor, tu kisha lutë, mas pari, kesh kujdes. Se unë si maj që ku fry listat, kesh kujdes, me mu t'kesh kujdes. A diti si unim njeri, a diti si të ish pa kuti gazetarim njeri por 2016 si kom kërku si listat më pasur, a diti kitë unë, hinë lypen një tube ki, para medjev qëto. Kur njët, asë kanë më të pasur kur, ta i ki këto, kështu të kryme ki. Më falë, drejtën Goxha, sështë antari organizatë të ranë gjutës. O, su më ndërshon mërë kushe ka shtu mu, kushe ka shtu. Po jo, vëdja, s'ka shtu që të kohë, Allah, më si ka të rëni më rësanet, më se ka bimi, që fëtohet ka shtu komisioni qeveritar që ka qenë qeveri. Ata kanë shtu, jo organizata veteranë, Allah vejam. Që fëtohet nuk shojna në, asë nuk bëjna veterana. Po asë të bënë uniforma me po kryetar që ka qenë ushtar. S'po kun po kërkoj pse po lejoni gjithkush me folë në emën të vetë. Po që kjo mungesa e ligjit, që është ligji për vlerat e luftës. Na çdo njëri se kishim me fol. I kishim bërë pa di. Po mungesa e ligjit pe detyron gjithmonë me folë pe pamësi gjithkujt. Protestu për çfarë që mu bë ligji? Po e kena çuar atë tëra tash. Edhe çfarë kena çu? Pa vetëm. Çfarë ditë që kuvend që shpartallu, na ke vozë ligji në kuvend. E te në Albini. Edhe vetë ka pranuar kim çuna ligjin, kim prit çfarë ditë do të në pikën e rënë ditës, po a ditë s'pas sukses para sy se nuk u sjell presidenti, edhe mo ligji ka vetë në
raftat e tyre të qeverisë. A ka me u protestu nëse në pati? Po gjithësysh kom thonë më herët, po më befasonim se si keni përcjellë, çu kam thonë, shumë shpejt do dalim në rrugë për drejtat tona për ligjin e vlerave të luftës. Pse s'po bëni një konferencë me kërku që askush mos me pas drejt, që s'ka qenë veteran. Kam thonë më vetë më vjen keq. Sigurisht kjo sot. Jo. Sepse është një çështje që Nëse jeni për me dalë tem, dalim tem. Jo. Unë kam dhënë për protestë, kam luftuar për protestë. Problemi i Shqipërisë, mu më intereson vetë ku të rrezikohet Shqipëria mos e bazot penaj shteti për problemet tyre në brendshme. As që kam ndërmend për rrëzimi, unë sekretari veteranëve, po kisha bu thirrje edhe gjithë veteranëve, nëse s'paguajnë tokë, edhe s'janë banor, Shqipërisë mos përzim punë të brendshme. Sukur ata po më përzin neve këtu, më rzuat mbi kurtë, zot më thonë do na shkona minimum neve, kushdo që det nuk jush, marrë ata, s'është drejt. Po e kom thonë zot bolla pas pas këtë televizion shqiptar kum fol merr, nëse ka të news kum fol merr, po lë pe xhon, e shumë televizion shqiptarisë kum fol. Po nëse më marr ty të shtëpia diku më dhe. Hes, zoti bolla telefon kum dhir. I kom tu ksha lut ditë kërkoj folje për të ersin unë se ke pas fjalën, telefon kum dhir, çu kom numrin të hapi edhe mesazhin. Se strajo nëse jam një djalë që të raj. Qëndrimin e agretimit të lënë. Jo. Pse? Se dhirë, se këndërë me thirë. Për çka? Po s'me merë me zonë qytetarë. More ta ka ofenduar një ushtar që ka luftu në Koshare, ka luftu. Ku e di ti për se ushtar? Kush ka luftu Koshare? Foto. Kush ka luftu Ka Koshare? dalë edhe Azem Syla ka folë. Çka ka Azem Syla? Pjesë, edhe ka qenë operacioni Shigjeka. E ka qenë në shumë zanë. Pse po e lejoni gjithkund? Pse s'po bëni konferencë? Mos po arim tash. Kam drejtën nesër me dalë me fol me don. Po, çu ka bëj ata për të s'ka diç. S'ka diç për vlerat luftës. Ne për çita sy s'puna se ti bëjmë padi kërkujna s'puna se ti është ligje për vlerat luftës. Që ligji ka më mallku edhe e ka lumë edhe këta që vinë. Që se kanë bëj ligje për vlerat luftës. Ka më mallku edhe Zoti. Se këtu janë vrap 5000 dëshmorë që kim vrapna. 6000, 4000, 500 invalida, ka më mallku edhe Zoti. Në moment që bëhet ligji për vlerat luftës, atë ndrojnë sanet këtë raportet. Po që ky ligji mungesa e ligjit për vlerat luftës, sot jepet hapësirë që të këna me fol. Kjo është. Po mundim. Nëse ka dikush që ka rreth teme, pa problem hiç. E sa për ditën goxhët, më bën padi më kurdon, unë me dokumenta, edhe qesëm tavolinë, çka mundi të goxha me mu me letra. Kështu i bëj thirrje publike dhe ku më thirrë edhe më herët, jemi gati më përballu me zotin ditën goxha pse një mirë. Babën e tina ka qenë çit kuvendin tonë e kom fjalën deri në 2008 në organizat mos është, kështu që jemi gati më përgjigj çdo sen. Për si sosatori organizohet veteran luftës. Edhe s'ka dokumente na certifikat të ushtrisë. Jënë gjendje me zotin ditën goxha më përballë sot deri 1000 vjet si kam numëruar në llaj. Edhe në pambo badin. Kështu i kërkoj haptas publikisht, ditën goxha të bën padi kundër isin gocatit që ka thonë si antari i organizatës veteran luftës, edhe s'ki certifikat, edhe s'ki librez ton të organizatës. Kaq. Se të kamet para këtë, mos me ta je kështu ta je kështu këtë. Po dhe, aty s'ka kamet para këtë. Ja. Po dhe jose. Jo kretor, Ja. diçka do të mengu. Kur të akuzon dikon kështu, do të më pritet edhe. Po unë s'me akuzoj, po ta kallzoj realitetin ty. Mu vëndon nëse kamet. Po. Kamet se i teket ati Fadilit Banullës që ka ik, edhe që të folë të këtë tratore, bën ushtorin tratore, bën ato, edhe më folë... Kush Fadilit se një për zotin? Jo, unë për hipotetike për ta marrë. E që otë aty me folë... A ka dikur bura, diçka ju falënderit shumë me respektin më të madh. Ja, po ju respektojmë... Falënderit shumë. Me që edhe ju respektoj gjithë, më vjen keq, edhe ju respektoj shumë. Me këthim personale, këto është... Jo, larg asoj, po personale. E kom servim personale, s'kam bërshipar personale. Se kom thumë unë, Jo, se kamet po marak me ta vërtetu dhash. Jo, me ma vërtetu unë, se kom aty shem, unë përdo qysh për lejone. Jo, vetëm që ju kum reagu o shpirt, kum reagu. Kam thonë, Ta ka po kushtore. kum reagu zëdi. Ka reagu edhe Azem Syla, ka reagu edhe Xhavet Aliti, i ka dhënë Xhavet Aliti në të kallzon cëllën brigade kur. Cëllën zonë, cëllën kompani ku ka diktu. So konis. Shumë mirë. Si keni çka, jeni të mirësorë gjithmonë, faleminderit me respektin më të madh për juve. Ju respektoj shumë dhe ju ndaj shumë. Po. Shumë pyetje me vend, të kam qenë në Shqipëri. Isha. Se unë jam me kontroll, kam një infekcion që s'dihet ka punë ende. Edhe kam thirrë në telefon Besim Isufin, më ta pyetni mbi 6 herë për territorin e Shqipërisë. Kam qenë vizitë ai ditën e shtunë. Isha në vizitë të Bekimit. Bekimi një personal është jo tash po një më herët. Mu vjen keq si ka ndodhur rasti si rast, vjen shumë keq, po shteti është mirë më merr shumë me këtë rast, me sqaru me që deri në fund çka ka ndodhur, pse ka deri te moment i Bekimit dhe i tjerë qytetarëve ato.